po flitet që i kanë 61 numra. Pse nuk po ja jepni, kanë fitu mas tepër mi vota, le të krijojnë qeverin, i kanë bo 61 numra. Kjo do më thonë qeveria është edhe a kështu e kështu shumë fragile, edhe mundet me u thy në çdo moment, për arsye se mvarën prej 3 votave, 2 votave, edhe të ose minoriteteve jo sërbe, ose 3 votat e nismës, se nuk janë këto diçka që janë në fshehtësi. Po e di mende e kanë marrëveshjen ose jo, se këta po flitet që e kanë marrëveshjen kushtim. Kështu është informacioni. Edhe sa duket gjitha këto kanë qenë pak edhe të planifikume, edhe të përgatituna paraprakisht, edhe prej tash zotit Kurti s'kisha me thonë, po prej atyre që pretendojnë të gjithë së bashku me formu qeverin. Në qoftë se unë mendoj që është e udhës edhe opozita, ne po e dim edhe e kemi kuptu si qytetari e Kosovës që po shkelet ligji, o shkel kushtetuta, edhe nuk po e respektojnë. Do me thonë na kemi të bëjmë me dikon që e bën ligjin, e bjen fuqi dhe në fund e shkel vetë. Po na kemi pasë të bëjmë këtu para disa jave, kena folë dhe para disa mujve, e ka ftu prokuroria dhe së shkun prokurori. Do me thonë nuk i kemi diçka të panjohur këtë situatë. Po është detyrë e deputetit me zhblloku situatën, po thot edhe prezidentja në letrën e saj, që e ka një sqarim ma të gjanë edhe ma, po që me kap thelbin. Kështu që unë mendoj, çka është mendimi juaj, se u shtru pyetja a keni me votu, po nëse edhe ju e bllokoni, atëherë në fund ka mu kthy kjo ma tepër ka me qenë problem i juji, i opozitës, që nuk po leni mu konstituu kuvendi se sa i tyne. Jo, a mund të përgjigjem, falë. Pajtohem që letra e prezidentës, dhe besoj që aq dhe është mandati kushtetues i saj si prezidente, i bën ftesë të gjitha partitë. Nuk thot hej ju LDK, po thot të gjithë ju deputet, 120 që jeni në atë sallë, ose që pretendoni që dëshironi që nesër të ushtroni mandatin e deputetit, keni obligim që të gjeni zgjidhje për të kalu këtë ngërç. Dhe na obligon të 120-ve, jo vetëm 20 e LDK-s. Jo, absolutisht, na po flasim për krejt komplet për një po pa tjetër, natyrisht. Nuk thash që e thatë, po e shtjelloj pak. E para. E dyta, besoj gjithë pajtohemi, këtë më shumë po e them për të informuar dhe qytetarët, që akti më i lartë është kushtetuta, pastaj vinë ligjet që detajojnë se si do të zbatohen pjesë caktuara të kushtetutës, këtu përfshim ligjin për qeverinë, pra si do të zbatohen pjesë e kushtetutës që kanë bëjnë me qeverinë, është pastaj ligji për qeverinë që i detajon ato pjesë, pajtohemi apo jo është çështje tjetër pastaj, por është këtë funksion ka, dhe pastaj vinë aktet nënligjore, udhëzimet administrative që detajojnë se si zbatohet ky ligj edhe më në detaje. Deri këtu besoj jemi okay. Ti kërkohet një deputeti, po përjashtoj partinë politike, cilës do parti politike, nuk po them që po e kërkoni, po e shtjelloj. Ti kërkohet një deputeti të cilës do parti politike, që dë vazhdoj të gjej zgjidhje, duke shkelur ligjin dhe ose kushtetucën, kjo nuk besoj që është e pranueshme. Pra, nuk mundet qoftë dhe prezidentja nuk e ka bërë një kërkesë të tillë, por nuk mundet dhe prezidentja nëse e bën një kërkesë të tillë. Hej deputet, mbyllni syt, shkelni pak ligjin e pak kushtetucën për të ofruar një zgjidhje. Pra, kjo nuk është e pranueshme dhe s'besoj që e bën këtë kërkesë as vetë prezidentja. Pra, zgjidhja për të kalu këtë situatë duhet të gjendet brenda kornizës kushtetuese, ligjore e nënligjore. Pra brenda kësaj kornize ligjore kushtetuese që kemi në Kosovë, duhet të gjejmë një zgjidhje. Komisioni, të 15 anëtarët e komisionit, referu edhe një herë akt gjykimit që i ka referu dhe prezidentja të vitit 2020, e ka përgjegjësinë e tërësishme, ekskluzive, që të siguroj dhe të verifikoj mandatet. Pra se që secili nga ata deputet që janë të ulur në sallën e seancave plenare, me të vërtet janë deputet, kanë mandat deputeti. Tu kërkojmë atyre 15 deputetve që ta shkelin pak ligjin e pak kushtetutën, vetëm për të ofruar zgjidhje është e papranueshme. Gjykata kushtetuese i ka obligu që ata të bëjnë zbatim të kushtetutës dhe të ligjeve. Kushtetuta është kjo që kemi nga viti 2009, ndërsa ligji është për herë të parë ky që kemi nga viti 2022. Dhe këta deputet do duhet të sigurojnë që secili nga deputetët në sallë që pretendon ose dëshiron të ushtrojë detyrën e deputetit, nuk është dhe në qeveri dhe ose në ekzekutiv në komunë apo në ndonjërin nga organizatat
publike pra në Kosovë. E kanë obligim ta bëjnë këtë. Ata nuk mund të thonë për